për procedurën në kuvend. Që nuk diskutohet. Dhe ko gjykata supreme, ko një akt gjykim, për një procedurë shumë të rëndësishme që nxjerr nga qeveria e Kosovës, konkretisht nga Ministria e Financa. Mbi bazën e kësaj, si fakti, si dëshmi, si prova, janë këto argumente. Na nuk mujmë me shku me tupan aty para qeverisë. O, Albero! Që suprimi është ka thonë gjykata kushtetuese. Kjo janë dokumenta. Janë dëshmi dhe prova. Apo do të me shku për zotën me kaq, ata më shku na votojnë na më shumë kena me ta. A më shku na për rrugë. Atë s'me voton çe kaq. Po fal me pas integritet, me pas integritet, me pas një mos u trem ku të vjen. Me pas integritet. Po ai pesë sistemin më të jetu e po. Unë isha çuditë me populli nuk e ndjen çka kushtetuta se se ka lexu. Populli po ta voton Alil. Po kjo me populli voton popullizëm. Ka patralizim. Si ata? Jo, Se çkallavitin kushtetutë. Zoti Matoshi. Ti po dy po ekspert. Zoti Matoshi. Të dy po të çkallavitin kushtetutë. Se jeni lëvizja aty shtep. Çashtu është. Zoti Matoshi, këta s'ka shku projektet, mi mbështet ato që janë për çdo ditë ballavaçuar, kanë ndikim, impakt drejt pozditi. Për shembull, Këshilli Prokurorial, Këshilli Gjyqësor, ka shku ja kanë zvogëlu fundit.